Konsumoni një lugë vaj ulliri në ditë dhe do të shpëtoni nga këto probleme shëndetësore shumë të përhapura. Hipokrati, babai i mjekësisë, e përshkruan vajin e ullirit si lëngun e mirë terapeutik për shëndetin e fortë dhe organizmin e plotë. Një prej këtyre problemeve është kolla, e cila është e mundimshme edhe për rrugët tuaja të frymëmarrjes. Prandaj, përdorimi i këtyre recetave me vaj ulliri mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për organizmin. Sipas të dhënave, përdorimi i vajit të ullirit në dietën tuaj mund t'ju ndihmojë të lehtësoheni nga problemet tuaja të kollës dhe të lehtësoni gjithashtu komplikacionet e saj. Nëse doni të përfitoni nga vlerat e vajit të ullirit, sigurohuni ta konsumoni atë sa më natyral në dietën tuaj. Kështu, përfitimet dhe vetitë e tij do të luajnë një rol pozitiv në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ekspertët këshillojnë konsumin e vajit të ullirit në dietën tuaj të rregullt për të marrë përfitimet mbërslënse dhe për të evituar kështu edhe dëmet e tyre në organizëm.